Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët të këtë pasdite në Dita me ne. Sot e kam nderin ta kem studio shkrimtarin Gjafer Ruka, i cili ka mbi 10 vepra të botuara me anekdota, fjalë tuta e gjithë këto, pra kemi kënaqësinë ta kemi sot në studio, me diskutu krejt çka përmbajnë këto. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur, faleminderit që keni gjetë kohë. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për juve në tes. Ju i keni mbi 10 vepra. Kena vepra, po. Si ka fillu? Dola në pension, mendova që ka me bo, vendosa me shkruj. Po u përcaktova për humor, për relax. Se mendova, thash, për bujtje, luft, mjerim, vërfni, ato veç e shkatroj njerin. Edhe fillova me humor, librën e parë në 2015, me 3333 Bartoleta, anekdota, fjallë tuta, fjallë tarta, aforizma, metafora. Tani çdo vit ka një libër. Pra nuk keni ndalë? Jo, që në ndalë. Tash librin e 11 e kum krye, edhe një libër plus për shatin time kum shkrua. Dhe më thonë 12 libra. Edhe nuk e kom dërmen sa të punoj sytë në mënallë. Do të vazhdoj. Që sot i kum marrë 2 libra këtë i prezentua, është libri 7 edhe i 10. Këto e në librat e mija, gjindën, gjithë konë gjindën. Nga ka ardhur inspirime për me shkru? Si i vogël kom qenë, kom pas dëshirë, kanë pëlqyer këto shumë. Edhe në përvoda këto në tregojshin pleshtë dhe meqëm. Kesh shumë, kënaq shumë. E më kanë pëlqyer gjithë. Kom pas do materiale, tani kom gjithë materiale, do prej veti. Kështu që, po, janë bo shumë, janë bo dikun 14.444 Bartoleta, anekdota, fjallë turta, fjallë tarta. Qëto libra. Po, pra, gojat shumë material dhe... Material shumë. Po do edhe prej veti. Po. Do një fjallë me një diçka e kryoj një Bartoletë. Edhe po ka material tash, po ka edhe materiale. Pra, duket se është edhe pak si e lindur kjo, sepse më lidhë edhe me humor, dhe ka shumë ndikim si qikën në njeri, pra, kur... Ka tragjyshën e kompas. Ka qenë i mesqër, e kanë përmenë këtu në përvoda. Edhe konë hajgarë gjithon e ka pas. Të rrok një ram pak atë. Pra, është diçka trashëguese si pas juve. Dhe 7 shok thëjnë, mundet me mri në 7 shok. E maftu që se di. A keni trashëgu edhe ju tek fëmijët e tu? Po edhe fëmija janë humoristë, baja ke mirë, veç ata nuk shkrujnë. Po. Për shkruj vetëm mëne. Ata jo. Apo humorista janë. E dojnë humorin shumë. Pra që nga libri par, ju e keni pas një mënyrë të shprehjes, një si lloj terapie, pra keni shkru dhe e keni jap një energji të mirë, sepse humori me të vërtetë është diçka që mundet me na ndreqë edhe disponimin në aspekt. Po shqonë, e kom këtu një fjallë, thot kështu. Njerëzit që të bëjnë me qesh shpesh, janë më të vlefshëm se dhuratat më të shtrejta. Nëse të bëjnë një kolektiv të kur me qenë, një humorist me qenë, gjithë janë disponum. Gjitha shkoj ma mirë putë. E një me pas që të mërzit, katastrofë. A fillojmë me do Bartoleta, a fillojmë me diçka. Po, pa tjetër, kur dhe që t'jeni gati? Kur dhe që t'jeni gati? Po, unë i gati jam. Për shamu po fillojna. Burri i bërtet kryus vetë. Pse nuk ma ke këthy mesazhin? Po, burë, ti vetëm këtho mos ma këthe fjallin kur. Po. Rëznata. Gruja e lenë porosin burit. Thot, ushqimi është në frigorifer. Vesh mos ga më mjellën moqës, se nuk është i freskët. A ti hafë nuk ojle. Buri tha, gruja ime qenin e puth në goj, e prej gotës time nuk pinuj. Pra, goxha do krahasime. Analizohet atë dhe më thonë, ka ose grosh plot, që dojnë qepë. Shtu një realitet i pasqyru në goxha. Ka vëlloj plot. E nuk po ngutën fort dhe ti ndigjojnë njerës dhe ti analizojnë pak adhin, pak qeshin, se me i kaldur shpejt kështë, nuk mundin marrë me qesh.
S'ma të qartë me Pra ju e keni zgjedhë këto të matë preferuan e juve. Matleta e këmë qëtë, matleta. Okej. Se ka dhe trona, ka gjithë shka ka. Unë nuk e di tha pse disa njerëz jënë kundër martesës. A qëran dosh me punu që ka thot gruja? Tutët pe punëve. Shkon njoni me bilet rosa. Edhe a i shqici për thot, unë e ty po të një pe Instagrami. Thot, ti nuk të vynë thot 2 drosa, ty të vynë mungojnë ma shumë drosa. Se të njëpën e ty. Vjen këshia të këshia, për thot këshi. Gruja jote po më vjen keqve që po të rafton. Pse, ku për din? Tha posh vetur në soj para hoteli. Tha o këshi, gruja jam qëty me musht, po sot ja ka huazue grus tonë veturën. Ta shkeshin pak njerës, na vazhdojmë me tjetërën. E pyti një vajzë, në cili është gabimi maj madh në jetë që ke boti. Tha po, ja dhash dikuj zemrën i cili ka nevoj për tru. Dhe këgja një realitet. Ja ka unë zemrën, Po. ai nuk është kryes është mirë. E pyet vajza djalin, cila është dëshira jote më e madhe. Tha vallai, tha, vajza, me posta një djallë e këto rashi e mu pusë me to. Tash, e thot më falë, thot, e ti, cilën dëshire ki djallit? Tha, unë e kom me rashi. Po. Tha një unë, o njerëz, mos gaboni me lajmru që e shku në deti, se që të i lajmrova, tha unë e këshin e njerëz, erdhen ma që dënderën me më vjedha, dhjën. Kur më qetën, tha ty, o zot që më ka ranë, që e më ngushtua, që kom rajtë kësha dhjën. Që ka dash me vjedhë, kërë. To pra ju vinë mend, këto barsoleta që i keni shkru, ju vinë mend dhe i shkrunin letër dhe... Krejti më shkrua, krejti di, krejti po... Tani, po duhet një zhjithë do pak ma mira për emisionat, se ka shumë, ka oqanë. Edhe në humor e kena hapësirën për me bushakat ndryshme cilat na fushave të ndryshme, pra na ndihmojnë në kështu. Po. Vajza tha, i kom 12 vjetë, e kom shkrua një status, i urrej të gjithë moshkujt. Sigur të vlavja ka humër qokoladën. Po, se vogël. Po. Ka shku një vajzë me ble qokolada, kur ka ishë tore, pe i thotë qitit, sa kushton qokoladat? Tha, një qokoladë, një pushje. Tha, a me 6 qokolada i pagun gjyshi jam. Po. Po thë gjyshi sa dush. Na jena pak me do sene më mrapa, se këto kombe tjera i ka matë lira, janë barcoleta këto sene. E na ka pak duhet më rujq. Tha, nëse nuk martohesh, kur s'kimi e ditë sa të meta i kje. Se veç gruja e din burit metat. Por se kësha ditë, tha, veç gruja për më kalëzën. Që kësë pyet, që kësë pyet. I shkrova njerës e pyta, që kemi si je, mirë, tha. E pyta, beqare je, po, tha. E sa vjeqe je, 65, tha. 65. 50 e ka marrë. I shurë plakun liva, tha, ishë mërzit qajke. Po. E pytën, tha, që ki që e mërzit ka shumë po qanë? Tha, e më raqë. Që të tha është i la që jam lival, për smunjet e mija, e nuk po di cilat janë. E që të gjinët. I la qëtë, së po di, tha, e ishë mërzit. Pikrisht dhe janë gëgja këto barsoleta, sidomos me çiftet e kështu, mujnë personat e ndryshme me rezonu, pra me këto, pra mujnë me gjetë vetën dhe është mirë që gjithmonë është edhe me... O, këto e realitet janë krejtë. Këto ndodhin, kanë me ndodhë. Krejtë janë. Edhe nga një herë është mirë që me situatat caktume, ndoshta me këthyn humar dhe te kalohet me gjatë. Gruja e re me një karocë, një fëmi në karocë. E të ka njone në nadat, e thotë, sa jo me të këtë fëmi, sa i bukur qenka, krejtë për përngjaj ka burit tanë. Sa interesant, krejtë që burit jëtë. Aja tha, dhe në kom mendu qartë të lalaj, po ti ma vërtetove, se dhe në kom dyshua. Se këtë fëmi thonë nuk është jemi, është i këjshi këtë katën e tretë. Pra aty... O po kështë në të puna. Tash, gruja mi përshtit burit, tash. Pa bjegari jak pa kur gjojt atë.
Veç budalla kesh. Për një fjallë të një koqikës. Po de. Shkon jonet e mjeku për ushqim të shëndosh. I thot mjeku duhet ma hongër këto, duhet ma hongër këto, krejt. Në fund këthot, doktor, që të ushqimin e shëndosh, a mi hongër para buka, mas buka? Po, sepse tash është ndryshu edhe stili jetës, pra po mundohemi me hongër ma mirë, po, kemi shumë raste ku ndoshta edhe nuk kemi mësu me shijen e tyre, kështu. I thot gruas, bo ma një masazh. Gruja thot o burë, e kur që më konon e kur sa ka bo ti masazhen? Valla i gru kur që konon ti kur kryesëm ka dhimt. Po tash më dhamë për ditë. Do më thonë edhe problemi edhe zgjidhja, atë një të në kohë. Po, problem. Në tavolinë Gjermani, Italian edhe Shqiptari. Këto janë e pika. Gjermani. Këto me Shqiptarin, Italian dhe Gjermanin, Pa kurse duket se për gjithmonë realitet. na kanë për cilë këto loja. Gjermani 50 grunë, oj sheqer, bima do sheqer. Italiani 50 grus, oj mjalt, bima do mjalt. Shqiptari, oj do, bima do qumsht. Katastrofë. Ata vjetët jenë konë, jo të rritash. Vjetët. Tash edhe ne të rrit, jena përmirësu, nuk kemi kështu... Jo dhe, po për vjetët ke kjo. Po. A ka qenë kështu me të vërtet më përpara, Po, do shta jo, kjo more, po. sjellje mes qifteve? Po tha, e thjeri burri gruan o e lopë. Tha që po thëmë gruja? Edhe një herë më thu e lopë, kur sytë s'ki me më pomo. E tash përshkej me rase, po më dhomin komt. Tha, apo të dhomin komt e më ramat porat? Pra, Pra, e kuptojnë njës, e kuptojnë keshen, e di qenë të qesh. 2 veta ishin kafiq, edhe hin një grua trash, shumë një femën e trash. Njëri po të që kjo ka më hongër këtë kafiqin, ka më në hongër të thënve. A thot lutëm, kujdes, kjo është motra ime. E sa mirë, thot neve dyve s'po në hongër. pra një dalim aty. Shpëtun këta dy. Unë e këmë thonë kështu, trive. Para se mu martue, që atë femën qënë kino. Me po një film 2 orë. Nëse mundet me najtë pa folë, merë dhe lirisht. Zakorsisht nuk mundet me najtë. Femnat pa folë atë. E që rinë pa folë, merë, ka me të ratua. A vjen për vira jo të në herë, tha po valla, për qdo të vjen e shkon. E jo tja tha valla, jam e vish një herë, ka ardhë. E i du mi të tha, që vish një herë ka ardhë. Po tha veç më nuk u shku kur. Kam jetë atë. Për kuptonë aqë. Po. Po. Mbrëm zemra me zgjoj me vaj. I thash, si munde me të ndimu, zemra tha, shkruje librin. E thash këto, njerëzit që të bëjnë të qeshësh, shpesh janë ma të vlefshëm se dhuratat me të shtrejta. Zakonisht, unë e kom vrejtë edhe vetë një observim të amin, pra personat që të bojnë me qesh, mundohen, pra edhe është një loj empatie që e kanë për ty, po ashtu, dhe është në një farë mënyrë një... Edhe janë inteligent, se humori se kupto gjithë kush. Sidomos ndoshta edhe me kriju diçka, kërkon edhe një inteligjencë pak më të lartë. Vjen burri prej pune, hyn dhomë, i shet 4 kom. Mblut, 4 kom. O, thot. Me ndonë për kruat, te ka pas stupësin e bejzbollit, e ty hyn bome. Edhe del në kuzhinë. Kur del gruja për të dhomë, thot, o, shpirt, a i lodh, a mujtë, a edhe, ka nërë boba nona jote, e i këm rahatu atë i këm. Ky pas ka rahatu për zdite. Ky ka gjelozu, ka mendu diko shumë me grua, atë e në konë boba nona ti. A pre që edhe më thonë, dore me pas njëri. S'ka bo, dorim s'ka bo. Me pyt. E ka bo katastrofë. E kemi edhe këtë ngutin pak ne. Po, dhe po. Pa, buri gruja të shku rrugës, cingron telefoni. Alo, buri për thot, oj, zoj, pse je ka që paftyrë, pse je ka që keqe, po do më prish familjen, pse s'po më në rahat në jetë, ja ka për gruja telefonin. Tja njësë, oj, poshtër, oj, idiot, oj, lamir, oj, qa si thot, gruja. Edhe jap telefonin burit. Edhe për pyet, kush ke kjo grua, bre? Tha nona jote. Katastrofa.
Prap këtu është durimi a e vetia që du të me pos. Po, marrëveshja durimi. Po. Vjen burri pit, dru që thot populli. Edhe hinë banjë po vjell. Shkon gruaja të djera. A peto der ke pia? Tha, jo s'kum pi. A një hajde del. Tha, po dalë veç, troket edhe e nderë të pëgjoj derën, dhe di kush dera. Pra i fit. Tha, me gjithë derën. Dhe kë s'kum pi. A keni ndonjë barcelet edhe për burra, në fakt? Ko mërë qysh, ja. Për që ke për burë, i pit, dru s'ka ditë kur që me gjithë derën s'ka mujtë. Se në fakt tu mos marrëveshjet kështu, edhe mes qifteve goxha janë, e ka një pjesë të humorit. Po normal, unë edhe kalon ma letë, po. Po, Allah i kanë. Dolin 4 shok, të shku rrugës, ju del Ariu. 3 ikun, një ishkon ma i ligë, s'muret me i kërcohet, edhe paracitet si i vdekun. E të tojnë që me po Ariu dekun e nuk hanë. Afrot Ariu i merë pakerë, në kokë, e këqyrë e lenë së ngucë. Kur shkon Ariu qohet kë, shkon të shokët. Ata shokët i thonë, qka të Ariu në verë? Thanë, tha valla, bot poshtër i kështë që ta shokë. Të lanë betëm. Po, se kalon vetë, ka nikë. Ka plër shokë Po, poshtër. a i pas ka qenë ma i menqër dhe e ka shvizu kështë situatën. Edhe një kështu tash. Dalin 3 shokë me prit trenin. Thojnë treni për vënën. Hynë në restoran, porositin diqka me pi, në atë moment vjen treni. Dhe i se bojnë pagesa, një kapin valigjet, vrapojnë, i pari kapet në vagonin e 4, i dyti kapet në vagonin e funit, këj treti smurdet me nëzonë, edhe rëzohet. Edhe quat po qesh. Ata njerës me thujnë, a jeti normal mëre? Edhe hupe trenin, edhe rëzohet, edhe po qesh. Po ku mos me qesh o burë, tha. Pa ta dy qepën tren, ju ndollë më përcil mua. Ata e ndonë me përcil to, tash ata hipen tren këmet. Pro, ka usqip me ta. E se mos qesh broj tani. Hajde tash dhe na me fillua me do fjallë turta. Tu kam në ashtime me ndu, ma thellë po mdu këtë. Ka, të mira ka. Fjallë e urt është një shpreje, e shkurt, e bazuar në një përvoj të gjatë. Dhe më thonë, me një shkurtes, e të regon një përvoj gjatë. Po. Kjo është fjallë e urtë. Së të mos edhe këtu fjallë turta janë që ndështë gjenerata pas gjeneratave janë përcjell. Dhe ndështë a i realiteti mundë me thonë që dikush është sprovu gjatë jetës. Këtu i bojnë njështë të meqëm aqë. Ata që i kanë logjikën e zhvillu me të meqëm. Se jo vëga ata padishme zdinë. Njerëzit e mirë janë pasuria me madhe e kësaj bote. Mashkulli që donë me pas martes të lumëtur, duhet me majtë gojnë mbyllën e kuletën qelë. Edhe kur problem s'kije. Tash po besoj edhe ka ndryshu pak kjo. Kjo ka pak ndryshu me vite, por më përpora. Ti mu se bazot e ka qa s'kon popull. Shumica që të ja bojnë. E kanë zgjidhë ratin. Gruaja ka dhembje koke në 2 raste. E do një burë që nuk e ka, dhe e ka një burë që nuk e donë. Që të 2 raste, ka probleme. Ignoranti i ka 4 cilësi që dallohen. Hidhrohet pa asë një arsye, përhap sekretin, u beson të gjithve dhe këshillon pa vend. Ignorantët janë armiqt e vërtet të njerëzve të ditur. Njeriu njihet nga veprat e tij, e jo nga fjalët e tij. Ta kemi vrejt, sepse zakonisht e kemi pas edhe kështu gjatë jetës, pra veprat tona kanë folë ndoshta shumë ma shumë, se sa na mu mundu edhe me tregu diçka që jenë të vu. Pra, kur e kemi arrit, për shembull me arritja, atëherë me të vërtet është bind dikush për diçka. Po na kemë shumë njerëz që folin shumë, e s'janë kërkushi. Për kur që s'janet, e me folë flet ai, çdo monol. Ka dha që plot. Po. Kopshtin e zbukurojnë lulet. Shtëpinë e zbukurojnë fëmijët. Zemrën e zbukurojnë veprat.
Pra veprat e mira mund të theme se na përcjellin krejt jetën. Ma të mirat janë ato, pasoni. Nuk është gabim me ju besu njerëzve. Gabim është me ju besu të gjithëve. Që duhet me besu, po jo të gjithëve. Ndoshta, a mendoni se duhet edhe kohë për me fitu besimin e dikojt? Po duhet me pravu. Me pravu. Kjo kohë shumë e ligësht. Kohë e ligësht shumë. Sepse shoqëria ka ndryshu dhe pikërisht pjesa e besimit është diçka ma e vështirë tash, sepse më përpara ka qenë besa shqiptare, siç e dim, pra nuk... Nuk u befasova dhe që më tratoj, po u befasova pse i besova, që aty është gënjeva. Të jesh i ditur sa të duash. Dituria jote është aq sa kupton ai që e kiti përballë. Se ti nëse edhe din shumë, po me një njëri që s'din ka të flet. Po, pra, mundesh me shpjegu një diçka konstant. Besoj që për herën e parë mjafton. Po, fantastike. Edhe kështu që populli ka me koni i knaqën, shikëshmëri ka me pas. Shpresojmë. Unë përcjellin mua dhe në YouTube, unë përcjellin në për televizionit tjera, kom qenë. Çdo promovim klipit që kom bon televizion, e kanë qitë në YouTube. Kështu që ka sane të mira. Ju zotriu ka përmendët edhe që e keni botu një libër për fshatin e juaj. Po. A mundesh më na tregu ma shumë për to? Po. Fshati im Qabër është në komunën e Zumi Potokut, 10 kilometra prej Mitrovice. 52 fshatra janë në komunën e Zumi Potokut. I vetëmi fshat shqiptar është Qabra. Aty kalon Ibri. Prej Ujmonës vjen. Ibri, kalon, është fshat i mirë. Ka tokë pjellore, aparibet, ka njerëz janë të mirë. Janë shkollua, kanë shkollën, zyren e venit, i kanë gjitha ato, i kanë, çka duhet i kanë. E mirë, fshat i mirë shumë. Me të vërtet ja ka vlerë që keni bu një libër për fshatin e juaj, sepse... E kështu që para 600 vjetë kanë ardhur 3 vllazër. Ata 3 vllazër kanë ardhur, në vërtet 2 vllazër në një djalë i vllaut. Edhe në formuar 3 lagje. E tash në çato lagje na jena krejt vllazdi dhe më thonë, s'kena të kujt kërkan. Djali tam është i një dhe që shok, i një dhe të mosh, që më thonë, gjenerat. Kështu që për 600 vjetë e kënjena, i kena shënume, çdo njeri me emën, me mbi emën. Dej një vjeqarë, fëmija maj vogël që ka qenë një vjeqarë, edhe ta shune mendoj, që mas meje e vazhdon dikush. Po. Mas 40-50 vjetë e vazhdon dikush atë liber. Ju në këtë libër e keni shkru, ndërsa dhe si ka gjithë shka për fshatin, pra. Po, këmë të regu që shka nërë dhe gjeneratat që janë, me gjeneratat që janë zhvilluar. Kështu që mirë është shumë me ditë prej ardhen e vetë njeriu. Së në kumë hasë njerët, emnin e babë se ka ditë, babë gjyshit se ka ditë. Marë putë se s'ka ditë, 4 gjyshit eqë. E këtu mund është me ditë 11 shokë, kanë e ke pas paren. Kjo me të vërtet e ka një vlerë shumë të madhe, sepse nuk bën me harro origjinën kur. Edhe aqë interesant, e kom zonë vaganin e punit, të rinit punit. 3 plesë që ngonë. E i ku marë shënimet për i tyne. Por 95% sigur të janë. 3 kanë vdek. Mos t'i kësha marë me ku, mo kur s'kish ditë për so punë kërkosh. Ta tjetë nuk din të rritë. Ata i kanë ditë shumë sana. I kanë të regua. E ka dhone liber i mirë, pishket që shumë. Në fakt edhe kanë bojt mend. Ata po. Ndoshta me data, me ditlindje, me emra. Shumë sana i kanë ditë, po. I kom fotografijat në liber, i kom 3. Burat me shumë kanë qenë, të mirë kanë qenë. I falim në ndërona, njerës mirë. Po ta s'ka ma se pleq, që mojnë men. Mundet me ditë plako sot, me sa vjetë i ka. Ma shumë s'po din pleq, për rakatëm. Këtu edhe smundjet e ndryshme, kështu ndikojnë. Probleme. Për shambull, Alzheimeri është bu gëgja i shpesht. Në fakt edhe në musha 3 ka fillu me mush fash.
edhe me harrua. E vetë që ndjallin tha, po donë kush më donë me ta dhonë ilaçin. Tha gjyshi. Pse tha, ati dridhe dora i djetit ilaçi. Veç pak atë në për. Se kish mërdhi ilaçin. Tha, ja, o gjyshi, ma jap gjyshi. Atëherë, zotëri Uka, faleminderit shumë që ishit sot në studio, edhe me të vërtet, na ke bu mundi mirë me këto barsoleta, po ashtu edhe me këto fjalë turta, na ke shti me mendu shumë. Kanë më në thirë tash për jashtet, të në ondër kanë më në thirë. I faleminderoj gjithë që janë të interesuar, e ju pëlqejnë këto barsoletat e mia. E i përshëndes gjithë, i përshëndes. Edhe për ju shumë faleminderit që keni gjetë kohë, e më keni fituar. Pa tjetër, kur nuk mujmë kohë për juve, për kanë. Faleminderit. E mirë po shumë ditën e mirë. Dashur shikues, ka që kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premte nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.